Persona të pandërgjegjshëm kanë dëmtuar lapidarin e dëshmorëve në fshatin Saradran të komunës së Istogut, duke lyer me ngjyrë të kuqe emrat e atyre që dhanë jetën për lirinë e Kosovës. Ky akt vandal është dënuar ashpër nga familjarët dhe organizata veteranëve të luftës së UÇK-s, Dega në Istog, e cila kërkon nga institucionet e rendit të ndërmarrin masa të menjëhershme për identifikimin dhe ndëshkimin e kryerësve. Kryetari i OVL të UÇK-s në Istog, Muhamet Demaj, ka shprehur indinjatën e tij të thellë lidhur me rastin, duke e cilësuar si një veprim provokues dhe teje të dhimbshëm për familjet e dëshmorëve dhe mbar komunitetin. Faleminderit për ftesën, unë sekretari veteranëve të luftës të ushtrisë ligjore të Kosovës, domthonë Dega në Istog, që përfaqësoj veteranët. Dje kemi marrë informacione, domthonë që u dëmtu kjo, edhe e dim që organet e sigurisë, policia, prokuroria, domthonë janë të merr me rastin. Ma tepër ne nuk kemi, sigurisht që jemi brengos, nuk kemi ndërhyrje tjera çështje, për arsye se ne presim policinë, prokurorinë që të morrin masa për ata persona që kanë bërë këtë akt kriminal. Unë më quajt kriminal sepse kjo vepër penale. Edhe na si organizat, nuk është hera parë që bëjnë një gjë të tillë, kushdo që ka bën, domthonë është që 7 vite që përfolën dëshmorët e domthonë asi, po ne si organizat, si veteranë që kemi këta bashkëluftëtarë, që kemi shumë bashkëluftëtarë, sigurisht që na nuk jeni veten mirë. Na kemi besuar në policinë e Kosovës, besojmë hala në prokurorinë. Mirë pa ata, nëse nuk morën masa, policia dhe prokuroria, ata të na shpall luftë neve si organizata, ose si veteranë, ose bashkëluftëtar, për dëshmorë, ose për raste të caktuara. Nëse nuk morën masa policia edhe prokuroria, atëherë na jemi të gatshëm valla çfarë do luftë, kushdo që janë ata, janë të paguar për Serbia. Çka kanë ata, çfarë halle kanë, as janë mirë psikikisht. Kushdo që është ai, se do të thonë ose më kanë psikikisht jo mirë, ose më kanë i paguar dikon domthon diçka që nuk e don këtë vend mirë. Po ne jemi të gatshëm ju përgjigj ç'është dojnë. Dëmtimi i këtij lapidari, kryer nga persona ende të panjohur, nuk është rasti i parë që ka ndodhur në komunën e Istogut. Demaj tregoi edhe për rastet e mëhershme që ka ndodhur me dëmtimin e lapidarëve të tjerë, duke shtuar që si veteran ndjejnë keqardhje për njerëzit që bëjnë veprime kriminale të tilla. Ka ndodhur në lapidarin që u marru lapidari i rinë në Istog, ka ndodhur një gjë të tillë. Ka ndodhur çështë me ngjyrë, ka ndodhur me shllajferica që i kanë prish emrat. Edhe pse thonë që ata që i kanë prish, e ka prish emrin e vllaut vet ose dëshmorit domthonë vllaut vet për arsye të caktuara, po nuk ka drejt, këto do të më ditë gjithë. Nuk është vllau, unë kam vllaun dëshmor. Ai është vllau jam. Po ai ka titullin dëshmor i kombit. Ai është dëshmor i shtetit. Nuk është më ai vllau jam. Unë si vlla më me kujtu para lufte derisa ka vesh uniformën. Kur ka vesh uniformën UÇK-s, ajo ka në radhë të UÇK-s, do ka pjesëtari UÇK-s. Nuk ka qenë më domthonë i familjes, po ka qenë i UÇK-s. E UÇK ka luftuar për çit popull, për çit vend. Sot e kemi shtetin, këta janë dëshmor, domthonë të kombit, edhe janë shtetit, nuk janë personal. Ata ndaqin mujnë dikush që është i pakënaqur për arsye të veta ose ku e dion mujnë le të shojnë në shtëpi vet le të varrosin vllaun. Po realisht ai është i shtetit. Edhe na si veteran na nim keqardhë për njerëz që bojnë veprime vandale, kriminale të tilla. Bile thras kështu ashpër policinë e Kosovës, edhe prokurorinë që le të morrin masa që mos ndodhen këto raste. Se është marrë, është gjëna që sot prindje për shkak që ka 3 djalë vram, ka bashkë domthonë djalë miqë, vllaznive, ka shumë dëmtum, ka Kosova dëmtu shumë. Në vendin ku duhet të mbizotrojë respekti, mirënjohja dhe kujtimi i përhershëm, është përhapur një ndjenjë shqetësimi i thellë mes banorëve dhe familjeve të atyre që u flijuan për lirinë. Familjarët e dëshmorëve, emrat e të cilëve gjenden në këtë lapidar, kanë shprehur shqetësimin e tyre. Daut Elshani, i cili ka humbur 3 djemt në luftën e fundit, është goditur sërish të rënd nga ky akt i shëmtuar, të cilin si babi dëshmorëve e përjeton si një plagë të re, një lëndim të thellë shpirtëror që rikthen dhimbjen e luftës.
Në lidhje me këtë rast, ka reaguar edhe kryetari i komunës së Istogut Ilir Ferati, i cili e quan fyerje direkte të historisë tonë ndaj sakrificës sublime të bijve më të mirë të kësaj toke. Lapidari i dëshmorëve të fshatit Saradran është dëmtuar edhe më herët, mirë po jo pllaka me emrat, por rrethoja dhe pjesët anësore. Ky rast duhet të ngresë vedijen për mbrojtjen dhe ruajtjen e simboleve kombëtare, si dhe për angazhimin e institucioneve në parandalimin e rasteve të tilla që dëmtojnë jo vetëm trashëgimin e luftës, por edhe ndjenjat e qytetarëve të ndershëm të vendit.